Të ndërtuara prej dekadash që kur është hapur për qarkullim aksi rrugor Klos-Burrel, 3 ura në fshatin Zall Shoshaj janë të rrezikshme. Në 3 këto ura mund të kaloj vetëm një automjet dhe jo më shumë një herësh. Kjo ka prodhuar vazhdimisht aksidente për shkak edhe të mungesës së fushpamjes, por edhe për shkak se drejtuesit e mjeteve nuk e kanë vënë re sinjalistikën vertikale. Më problematike është ura e cila lidh fshatin Zall Shoshaj me fshatin Mallunc. Banorët tregojnë se në këtë zonë ka shpesh aksidente ku automjetet përballen në befasi me njëra tjetrën. Po ashtu problem mbetet edhe për lëvizjen e këmbësorëve, sidomos për fëmijët e shkollave që duhet të ecin në të njëjtën hapësirë me makinat. O burim aksidenti kjo. Burim aksidenti është. Nuk bëhet fjalë, nuk ka vetëm këtu, po ka një shinura që janë burim aksidenti këtu. Po burim aksidenti ja. Tu ka pas qenë për herë për aksidente janë bërë këtu. E kuptoj se edhe sa herë ka lartë policia këtu për punën e kësaj se shumë aksidente kanë lostu. Asnjë nuk e ka qa kokën. Ka qeveria ka marru o shok. S'ka që të bëjë shoferat e shket. Shoferi këtu nuk stabilizohet ki vend më o shok. Ajo urë sot 2026-ën. Mos jetë bëke urë kja papanor. Burim aksidenti ata dine edhe një vëbeket, po burim aksidenti mërë. Duhet tjetë ura me... 3 metra urë, duhet tjetë Po kjo 3 metra urë mërë, aksidenti ka për ditë për ditë aksidente. Pra kjo është, nuk është ure kohës, a kohë qishe Skënderbeut. Banorët apelojnë që të ndërhyet në këtë zonë dhe urat të ndërtohen nga fillimi, po ashtu kërkohet krijimi e hapësirave të dedikuara për këmbësorët, pasi fëmijët që frekuentojnë shkollën rrezikohen çdo ditë nga automjetet.